Ka pasur mjaft zhvillime këtë javë në Big Brother VIP dhe për të folur për to kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin Klevis Mili. Klevis, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve, përshëndetje Guri. Klevis, cilat tema kanë qenë më interesante gjatë kësaj jave në Big Brother që edhe publikun e kanë mbajtur të para televizorit? Publiku këtë javë, të them të drejtën, ka qenë shumë në shikueshmëri kundrejt Mateos edhe Brikenës dhe afërmitetet e tepërta që ata kanë pasur në rrugtimin e tyre këto ditët e fundit. Shohim një Brikena e cila është pak më e çiltërt edhe më e afërt me Mateon, duke lejuar Mateon të duke lozur me njëri tjetrin pothuajse ato lojrat e tua për ndjekjet, shakat, siç bën çdo çift pothuajse. Më ka pëlqyer shumë ky afërmiteti dhe shoh që po rilin diçka te këta dy personazhet, por siç kanë të njëjtën dyshim me Selinin dhe Gibën, kështu e kanë me Brikenën momentalisht, por nuk dua të besoj atë që kanë thënë më përpara që Brikena mbase ndikohet tani na e disa ose në gjithë banorët e dy brenda që po mundohet t'i lirohet pak më shumë Mateos, por sepse në anën time tjetër synoj dhe tek një dron që ka ardhur Brikenës ndaj familjes, në të cilin dronën shkruhet që ndiq zemrën tënde, edhe kjo mund të jetë një mesazh i fortë që mund të ketë marrë Brikena nga familja e saj dhe mund ta ketë lënë pak më të çiltër dhe prandaj dhe po i afrohet Mateos. Por në qoftë se kjo është një realitet dhe e zëm që Brikena ka vendosur pasi ka marrë mesazhin nga familjarët e saj që të afrohet pak më shumë Mateon, është momenti më i gabuar momentalisht, sepse është mos e normale që Brikena të paragjykohet nga e gjitha kjo dhe është mos e normale sepse dikush që nuk e ndjek Big Brotherin kaq fort dhe nuk i di këto mesazhet e dronave, direkt do synoj tek Edisa, tek disa që i ka bërë disa gjatë javës të kaluar, po dhe banorët e tjerët, edhe loja që ajo shef që po goditet shumë dhe do pak t'i japi dhe prandaj po afrohet me Mateon. Jam 50-50 momentalisht për të parë vërtet se a ka vërtet ndjenja Brikena apo thjesht është kjo që sapo fola. Por më pëlqen shumë Guri, siç duket qartë as dhe klikimet janë të tepërta për këtë çift. Shumë njerëz jashtë publiku e dëshirojnë që Brikena me Mateon të krijojnë një lidhje dhe të jetë një çift i dytë në atë shtëpi, edhe pse jo të krijohet dhe një martesë aty brenda. Një tjetër diskutim Guri ka qenë gjatë darkës dije, kam parë me plot vëmendje një reagim që ka bërë Stenaldo, pothuajse në qëndrimin në korridorin e shtëpisë tek dera e kuqe, ka qenë pranë mali edhe e di sa po ashtu. Një reagim që ka bërë Stenaldo është të provoj të hapi derën e kuqe, por t'u larguar ngjasme. Por fatkeqësisht dera e kuqe ka qenë kyçur edhe ai është stepur edhe e ka lënë aty të gjitha loj pothuajse apo e ka pas realitet mosvall ka dash të lëri lojën Stenaldo, ka rrit pikën e tij, apo thjesht ka dash me provoku Edisën, dhe cila direkt pastaj ka shkruajt kundrejt Mirit dhe ja ka treguar të gjithë situatën. Me te Miri ka vjuar me punjet e tij kundrejt Stenaldos, edhe Stenaldo ty ka marrë mesazhin që Edisa është ajo tashme që mund të ketë një aleat me Mirin. Le të ndalemi pak tek Brikena Mateo. Mendoni që afrimiteti që po vjen mund të jetë edhe për shkak se po i vjen fundi dhe Big Brotherit dhe ndoshta ata duke qenë çift mund të kenë më shumë interes se sa duke qenë të ndarë? Është mëse normale se interesi bie automatikisht në qoftë se këta dy nuk bëhen çift, vëmendja i gjithë i shkon Mateos. Brikena është e humbur në gjithë kjo lojë, por sepse jo për arsyet e Mateos, jo se ka ndikuar Mateo tek ajo, po thjesht Brikena nuk është se ka bërë lojë në këtë Big Brother Guri. E kam folur edhe herën e kaluar, nuk ka bërë Big Brother Brikena në këtë edicion. Të vetmet situata që ka pas më së shumti ka qenë pjesë edhe Mateo dhe arsyetimit janë të Mateos. Kundërshtimet që kanë ardhur Brikenës gjatë periudhës në qendrimin e saj këtë ditë ka qenë prej Mateos. Edhe mund të jetë edhe kjo, Guri, mund të jetë një arsye që Brikena tashme duke ditur që po vjen fundi dhe finale nuk kapet kaq lehtë, se ne dim shumë mirë, edhe
siç e kam thënë, mbase përdor kartën e saj të fundit për të arritur pikën e saj, destinacionin e finales. Se për fitues diskutohet akoma se as ne vetë nuk e kemi një fitues qartëzi në mendjen tonë. Mbetet për të parë se si do vijohet, por shpresoj të shohim dhe si çift. Lëviz, ka pasur një sqarim mes Selin dhe Mirit. Besoj se ju e keni ndjekur. A duket sikur në fakt është Selin ajo që po i shkon nga mbrapa Mirit dhe është ajo që kërkon që të jetë pjesë e lojës duke qenë pjesë e debateve me Mirin? Normalisht që Selini pa Mirin nuk ka lojë aty brenda. Ata të dy e kanë nisë lojën së bashku dhe do ta çojnë deri në fund së bashku. Sado që të jenë ndarë, sado që të kenë ato debate zënka, tashmë është normale që Selini do ta përndjekë Mirin. Me arsyetimin këtë herë, besoj se ka qenë ai prime i kaluar që Selini doli keq dhe nuk mori ato përgjigjet që ajo dëshironte për t'ia dhënë publikut, që t'ia bëj publikut më qartazi. Kjo mund të jetë një arsye pse Selini ka përndjekur edhe ka kërkuar këtë bisedë me Mirin, pavarësisht se prap nuk është se doli në një zgjidhje, prap si publik ne kemi po të njëjtin qendrim, po të njëjtin mendime, sepse fundja, nado që ta rrotullojnë tani Guri, mendimi është po i njëjti për të gjithë ne. Nuk do ta thosha se mua më vjen zor t'i quaj që kanë ndjenja për njëri tjetrin, nuk do ta quaj që këta mund të kenë ndjenja, por loja atyre ka sjellë në këtë lloj pike ku ata edhe duhet ta aktrojnë mbase sikur kanë pak ndjenja, sikur janë edhe e ke parasysh ato çifte që dashurojnë por nuk bëjnë mos edhe bëjnë ato veprime të paligjshme, po themi në thonjza. Mendoj se kjo histori do jetë deri në finale. Do me thënë, Miri Selin nuk do ndaloj së kurri pa u komentuar në të shtëpi dhe në çdo prime të mundshëm. Por ajo që ka dhënë veshin këto ditë Guri është që Mirin kanë parë që po bën disa ndryshime në strategjinë e lojës të tij. Kanë parë që është tërhequr pak si nga Rogeti dhe nga Juela dhe po mundoi të bëjë një aleat bashkë me Edisën. Edisa, e cila i ka qëndruar mjaft afër Mirit këto ditë me biseda edhe me shumë sekrete dhe gjëra të tjera që janë hapur me njëri tjetrin. Mendoj se ky Big Brother si vjet Guri është aleat me grupe dyshe. Do të thënë ne i kemi parë që ishin ndarë në dy pole deri dje, por pas këtyre debateve dhe pas hyrjeve të reja, shohim që po fillojnë po zhvillohen që kemi Brikenën Mateon, kemi Selin Gimbon, po edhe Kunata po ashtu që është pjesë e Trekençitu. Në krau tjetër shohim që kemi Rogerti me Juelen, e cila është një dyshe shumë e fortë mendalisht, edhe po shoh që po zhvillohet Miri me Edisën, kurse kemi edhe Stenaldon me Malin. Domethënë që si vjet janë dyshe, nuk është se kemi veç dy pole dhe po hajnë me dy lidera kokë më kokë, po thojse. Thjesht nuk e di se sa do i heci kjo lojë, sepse duke ditur që dyshe nuk është se përfiton diçka, por është mos e nevojshme që secili aty duhet ketë një krah të djathtë dhe prandaj kanë gjetur veten me njëri tjetrin dhe vazhdojnë japin lojës. Mbetet për të parë se do zhvillohet shumë mirë sot me Edisën, se pritet të diskutojnë të gjitha këto debate sërish. Edhe një tjetër gjë që të them Guri para se ta mbyllum këtë që në përshpytjen tjetër është që është bërë një deklaratë sot në një emision të Top Channel-i, në të cilën Miri ka kërkuar që të bëjë një martesë me gruan e tij në shtëpinë e Big Brother, sepse nuk ka bërë dasëm siç ai vetë ka deklaruar nëpër Prime. Momentalisht, në atë që ne kemi dëgjuar dhe dimë është që vëllai i madh e ka marrë për bazë dhe dasma e dytë që mund të ndodhë në shtëpi mund të jetë kjo surprizë për Mirin, një martesë që do t'i bëj vëllai i madh Mirit me gruan e tij. Jemi kurioz nëse Miri do ta ftoj Selin në dasëm. Apo normale që do ta ftoj, se e kanë ata, nuk e lën dot jashtë. Mbetet për të parë se si dihet, Lëviz, kam dhe pyetje të fundit, si e pat sqarimin që pati Selin me Mateon, pra besoni që edhe ata të dy po futen në një konflikt njëri me tjetrin?
Këta të dy kanë një gjë të mirë, sepse këta sqarojnë me njëri tjetrin, edhe kanë guximin për t'ia thënë në surrat njëri tjetrit problematikat dhe idetë dhe çdo gjë që ndodh gjatë pranit dhe gjatë javës të qëndrimit të tyre. Mua më pëlqeu Mateu që ja tha shumë troç muhabetin, ja shpjegoi mjaft bukur Selinës çdo lloj gjë. Në krau tjetër Selina i kupton mjaft mirë, se nuk ka shumë gocë e shkathur, më kanë thënë për herë që është shumë e zgjuar dhe shumë e shkatët si gocë. Por deri diku i pranon, deri diku i shtanget dhe gjithmonë e gjen një përgjigje por të dalë në situata dhe por të gënjur mendjen e tyre e tej. Do ketë një përplasje, jam i bindur që do ketë një përplasje se vetvetiu do të brenda është një lojë dhe do piqesh dhe do përplasesh me të gjitha ty brenda. Po thjesht momentalisht ata po mundojnë që ta mbajnë sa më ulët këtë situatë, sepse miqësia që ka Gimbo me Mateon, po edhe gjithë miqësia që këta kanë krijuar, që ka qenë një si grup bashk, nuk dëshirojnë me sa shoh që të kenë këto zënka dhe të bjenë në nivelin e zënkave që kanë me kundërshtarët e tyre, Mirin, Juelën edhe Rogertin. Mundojnë që ta mbajnë pak si kështu, por jam i sigurt që edhe Prime sot do jetë shumë i goditur për të gjithë këta, sa i përket Selin, Gimbos, diskutimet. Kemi një deklaratë sot Guri, nuk e di se çfarë mund të jetë kjo deklaratë, por mund të jetë një deklaratë e Brikenës dhe Mateo, sepse më pëlqeu ajo promo se janë çik si të shkatët këta të Big Brotherit, kur vendosin fjalinë sipër, na vendosin edhe ca fotografi, ca nga mbrapa, dhe besoj mund të jetë një deklaratë Briken Mateo, mund të kemi diçka ose mund të kenë ndodhur dhe diçka dhe se dim, se të dhëmë rrëfimit mund ndodhin shumë gjëra dhe ne i marrim vesh pak më vonë. Mbetet për të parë Guri, por është shumë pram interesant sot. Faleminderit shumë për intervistën, Kebis. Faleminderit juve.